Të nëzori këtë temë, kërë do të kërë përmende takimet me zotrin Veliu, që nga çështja e demarkacionit, do thot në komisionin që ke qenë, në përplasje që ke pas publike, në deklarimet publike, në akuzat, mund të themi, do më thonë se që ka ndodhur, por gjitha ato së kur tashmë nuk e kanë atë zërin që kanë pasur. Asë një herë nuk jam pishmon për gjitha ato që i këm bo. Të gjitha ato cilat i kemi dhonë edhe kemi thonë për opinion publik, edhe sot e kësaj dite që ndrojnë. Sepse gjitha kanë qenë profesionale, gjitha kanë qenë të barazvleshme në aspektin profesional. Jo e dini që shka e cëcuria, që shka e procesi. Ne si komision, kemi krye punën në mënyrën më të mirë të mërshme. Deputetëve të Kuvendit Kosovës, të asaj legislature, ja kemi ofru gati 1000 faqe dëshmije materiale, cilat kanë folë për ato që kanë na e kemi thonë. Politika i ka gra në drejtim tjetër, ka mendu që është e arshëshme, e kanë shty si proces. Ne nuk kemi pas mundësi që atë bojë ma shumë, si komision. Për ishë faktit, mi u dhonë dëshmi. Ai material, sot gjindet në shumicën e bibliotekave edhe institucionet të rajonit, që kemi shpërnda në atë kohë, i deponum. Qaj material është në gjitha institucionet publike në Kosovë, të një spe presidencës e rante poshtë, na kemi kry punën tonë profesionale. Politika ka thonë që duhet, Ramushi ka thonë duhet me qu dorën. Faktikisht, edhe qeverisja aktuale, Mali Zi ka thonë që Nuk u kon kauz, ka qeni punë profesionale e jashtëzakonshme, e cila të cilit ju i takoni sot. Shqyqoni, nuk e dia ka bo kush kauza s'ka bo, po na kemi folë me fakte edhe me shifra. Problemi është që qeverisja e shkuar, ishtë qeverisja tani më, ose qeverisja në detyrë, nuk është që ka dëgju, prej është largu në mandatet, në fillim mandatit qeveritar, kur është konë si mundësi për të diskutohet çështja e demarkacionit të Kosovës me Malin e Zi, jo vetëm që është heshun. Në vizitën e fundit që ka pas në Podgoricë presidenti i vendit, zyrtarisht ka thonë e përmbyllur është kjo çështje për neve. A faktikisht nuk ka pas përmbyllje të faktuar dhe është përkrah fuqishëm kjo përmbyllje edhe nga qeveria e shkuar. Unë e thëmë juve, po edhe publikut, po edhe qytetarëve të asaj zonë atje, që ky proces nuk është i përmbyllën, që ky proces është i hapën. Për Kosovën zyrtarisht? Nuk është proces i mbyllën. Në raportet Kosovë, Mali Zi, konsiderohet i mbyllur. Që ky proces, kur bëhet shënimi zyrtar i pikës kufitare mes Kosovës dhe Mali Zi. Edhe sot e kësaj dite, nuk kemi shënim zyrtar të pikës kufitare të Kosovës dhe Mali Zi. Nuk kemi shënim zyrtar. Dhe pa unë përmbyllë që ky proces i shënimit zyrtar, nuk ka përmbyllet procesi. Kjo çështje mes Kosovës dhe Malit Zi në aspektin diplomatik nuk prezanton kurfar problematike. Përkundrazi është e përmbyllur, e thonë nga atëherë s'ka pas kurfar problematike sepse Mali Zi ka qenë çështje e liberalizimit të vizave si parakusht apo jo? Mali Zi në kohën e qeverisë së Isa Mustafës, në takimin i cili është marrë në Shkodër, decidivisht ju ka thonë, ne jemi të gatshëm me rregullue çdo pikë që është diskutabile këtu kuvendin. Qaj qeverisje bashkë me atë ish kryetarin nuk kanë dashur me hap këtë proces dhe kanë lënë të mbyllën. Por nuk është i mbyllën sepse s'kemi shënim zyrtar të asaj vije kufitare, edhe sot e kësaj dite. Ama kjo qeveri është dashur bëj atë me që ju ka juve, që qenë prej komisionit shtetëror, që ne kam udhëheqë edhe mua e di që s'ka pasur si komision shtetëror, s'paku s'kam informacion që është bo, prej që ati komisione nuk ka shënim zyrtar të kufinit. Nëse ndalë politikanët edhe kanë qitë gurë të kufinit, a është diçka tjetër. Unë që nuk mund... Por, për Kosovën, zyrtarisht, edhe për Malin e Zi që kemi raportet e shkëlqyra diplomatike, fqinësore të mira, nuk kemi çështje të hapura. Na duhet me vazhdue me këto raporte shkëlqyshme, sepse kemi shtetëfshinj, po kur gje puna e shënimit zyrtar, duhet mullë se diçka duhet jenë me dohar në nshkrimesh presidentit Hashim Thaçi edhe presidentit Marković nëse s'gaboj atë. Vujanović ka qenë. Ha? Marković më dohet. Nëse s'gaboj, është një dokument që është në shkrum. Filip Vujanović, ha? Po, Filip Vujanović. Po, tamo Vujanović. S'më kujtohet. Kanë nënshkru diçka. Kanë qitë një nënshkrim. Por, është dhe ai nënshkrim, unë besoj që është për 2 presidentëve. Nëse kanë pas forcë
për me mashtru deputet të Kuvendit Kosovës, për që gishtat... Jo, ajo ka ndodhur më pastaj. Dhe kur ka ndodhur më pastaj... Aja ka ndodhur përveç se para se qenë me një- votuar deputet të Kuvendit Kosovës. ka qenë një përmbyllje një procesit caktuar, më pastaj ka ndodhur edhe një hapje e mundësisë së ridiskutimit të disa çështjeve specifike mes Kosovës dhe Malit të Zi, dhe e njëjta çështje nuk është diskutuar më pastaj. Është prit që me ardhjen e zotit Abazovic si kryeministri i Malit të Zi, me shpresën e parafrimit të mendësisë politike të Unë mendoj që kryeministit kjo Kurti dhe situatë kryeministit është stand-by Abazovic është me. nuk ka ndodhur hiç. Unë mendoj që është stand-by që kjo situatë. Spaku prej përvojës si kryesuesi i atij komisioni, pe punës së jashtëzakonshme që kemi bën, unë e di që ka me stand-by që Duke qenë pasionanti i institucionalizmit, unë vlerësoj që Republika e Kosovës ka raporte të shkëlqyera me Malin e Zi, për rrjedhoj, edhe për Kosovën është e mbyllur siç është për Malin e Zi si çështje. duhet vazhduar ato raporte, por unë po e them prej aspektit që unë e di, edhe për punës që kemi bën atko, që kjo çështje nuk është e shënuar. Kufini, Kosovë, Mali i Zi nuk ka gur. Nëse kanë qitë gur politikanët, kanë ngul gur në teren, shkëmbjej. Për me shënu Kufinin, ajo diçka tjetër. Ato që se mund di. mos e Mirë, di. ma leo kryetar, se Por, s'po unë e di pajtoni që s'ka këtë çështje, shënim dakord Kufini. jemi. 30 herë usës